Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Korçës pasi trafikuan 56 kg kanabis në drejtim të Greqisë në vitin 2024. Ndalimi i tyre është bërë në kuadër të operacionit të koduar shufrat. Sipas policisë, në pranga mësohet se kanë rënë shtetasit Dashamir Hamazaraj dhe Amanti Hamazaraj dhe janë shpallur në kërkim dy të tjerë. Sipas policisë, ndër të tjera theksohet se këto persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë tentuar të trafikonin në drejtim të vendit fshin Greqisë 56 kg kanabis sativa, që e kishin fshehur në 44 shufra metalike të montuara në tavanin e një kamioni. Gjithashtu u ekzekutua masa e sigurisë pezullimi ushtrimit të një detyre a një shërbimi publik për shtetasin Amanti Hamazaraj, 63 vjeç, banues në Tiranë, punonjës i DPSHTR-s për veprën penale shpërdorim detyre, pasi nga hetimet dyshohet se kanë ndryshuar targat dhe pronësinë e automjeteve të përdorura në këtë veprimtari kriminale. Ndërkohë, për hetimet të mëtejshme, materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë pranë shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë.